Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se erdhët në edicionin e lajmeve në News 24. Nënkryetari i Komisionit të Ekonomisë në Bozdo ka shprehur shqetësimin e bizneseve për presion të organeve tatimore ndaj tyre për shlyerjen e detyrimeve të papaguara të cilat janë shuar nga paqja fiskale. Sipas Eno Bozdos, ligji i shuarjes së detyrimeve ka krijuar shumë probleme në ndërveprimin e bizneseve me organe tatimore. Ministria e Financave nuk ka nxjerrë aktet nënligjore, duke krijuar një situatë absurde dhe të rrezikshme. Si deputet i Kuvendit Shqipërisë, gjatë javëve të fundit kam marrë 10 ankesa dhe shqetësime të drejtë për drejta nga bizneset në gjithë vendin, të cilat vijojnë të përballen me kërkesa për shlyerjen e detyrimeve të vjetra tatimore, pavarësisht faktit se këto detyrime janë shprehimisht të falura apo të shuara me ligj që në fund vitin e kaluar, dhe këtu janë dhe një pjesë po ta shikoni, një pjesë e korrespondencës organeve tatimore me këto biznese. Është e pabesueshme, por mbi të gjitha e papranueshme, që më shumë se 4 muaj pas hyrjes në fuqi të ligjit 84 për marrëveshjen e paqes fiskale dhe ligjit 86 për fshirjen, shuarjen dhe pagesën e detyrimeve tatimore, këto ligje të miratuara nga Kuvendi vazhdojnë të mos gjejnë zbatim real në praktik. Veçanërisht për ligjin e fundit, atë të shuarjes detyrimeve, situata është shqetësuese sepse janë krijuar shumë probleme në ndërveprimin e bizneseve me organet tatimore. Shkaku është i qartë dhe nuk mund të fshihet më, pas justifikimeve teknike. Ministria e Financave nuk ka përmbushur detyrimin e saj ligjor për të nxjerrë aktet nënligjore të domosdoshme për zbatimin e këtij ligji. Ky mosveprim i qëllimshëm ose i papërgjegjshëm ka krijuar një situatë absurde dhe të rrezikshme, ku ligji ekziston vetëm letër, ndërsa administrata tatimore vazhdon të veprojë sikur ai të mos ishte miratuar kurrë nga Parlamenti. Mungesa e akteve nënligjore nuk është thjesht një vonesë burokratike. Ajo ka hapur rrugën për abuzivitet dhe presion nga ana e strukturave tatimore ndaj bizneseve, duke u dhënë atyre hapësirë për trajtime arbitrare, për interpretime selektive dhe për ushtrim presioni financiar mbi sipërmarrjen. Në vend që ky kuadër ligjor të sillte qetësi juridike dhe mbyllje përfundimtare të kapitullit të borxheve të vjetra, siç ishte edhe qëllimi i ligjit, ai ka prodhuar më shumë pasiguri, më shumë frikë dhe një përkeqësim të mëtejshëm të klimës biznesit. Duhet theksuar me forcë se këto ligje u miratuan ashtu siç edhe vetë qeveria i kërkonte, pa asnjë ndryshim, edhe pas kërkesave të përsëritura të deputetëve të opozitës për më shumë transparencë, qartësi dhe garanci ligjore. Gjatë procesit parlamentar, deputetët e Partisë Demokratike propozuan amendime konkrete për të përcaktuar mekanizma kontrolli dhe transparencën mbi gjithë subjektet përfituese. Të gjitha këto amendime u hodhën poshtë nga mazhoranca, ndërkohë që asnjëherë nuk u ofrua transparencë plot për mënyrën se si do të zbatoheshin ligjet dhe kush do të përfitonte realisht prej tyre. Gjithsesi, sot pas 4 muajsh mosbastim, pasojat janë të qarta. Administrata tatimore vepron pa rregulla. Bizneset ndëshkohen dhe vullneti i Kuvendit të Shqipërisë shpërfillet. Ky është një rast tipik dhe skandaloz, ku administrata është bërë më e fortë se Kuvendi dhe ku një ministri, përmes mosveprimit, ka arritur të bllokojë zbatimin e ligjeve të votuara nga pushteti legjislativ. Ky precedent cënon drejt për drejt parimin e ndarjes pushteteve dhe minon autoritetin e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Ligji nuk është dhe nuk mund të jetë opsional. Aktet nënligjore nuk krijojnë të drejtë, por vetëm rregullojnë mënyrën e ushtrimit të saj. Mosnxjerrja e tyre nuk e pezullon ligjin, por ekspozon administratën ndaj përgjegjësisë së drejtë për drejtë për dëmet që po u shkakton bizneseve dhe ekonomisë. Në këto kushte, kërkoj publikisht nxjerrjen e menjëhershme të gjithë akteve nënligjore dhe zbatimin e kuadrit ligjor, ndalimin e çdo veprimi tatimor për detyrime të falura me ligj, transparencë të plotë mbi zbatimin dhe subjektet përfituese, si dhe përgjegjësi politike dhe administrative për këtë sabotim të hapur të ligjit. Në të njëjtën kohë, i bëj thirrje subjekteve tatimore, bizneseve, të refuzojnë çdo kërkesë abuzive të administratës tatimore, që në kundërshtim me ligjin kërkon atë që ligji u ndalon.
Biznesi nuk mund dhe nuk duhet të mbahet peng i arrogancës dhe mosveprimit institucional. Kur ligji miratohet nga kuvendi dhe nuk zbatohet nga qeveria, problemi nuk është teknik, është politik. Drejtuesi i prokurorisë së posaçme Klodian Braho dhe disa prokurorë të tjerë të SPAK-ut kanë zhvilluar një takim në Departamentin Amerikan të Drejtësisë. Sipas një postimi në rrjetin social X, ndihmës prokurori i përgjithshëm Tyson Duva dhe programi Obdat mirëpritën prokurorët dhe hetuesit e SPAK të kryesuar nga drejtuesi i institucionit Klodian Braho. Nga ana e tij, Departamenti Amerikan i Drejtësisë thotë se takimi mjaft i rëndësishëm me përfaqësues të SPAK-ut vjen në kuadër të forcimit të bashkëpunimit në luftën kundër krimit të organizuar, ndërkombëtar dhe korrupsionit. Pjesë e delegacionit ishte edhe drejtuesi i sesionit kundër krimit të organizuar Vladimir Mara dhe drejtuesja e sesionit kundër korrupsionit Dorina Beko. SPAK thekson në njoftim se drejtuesit e institucionit zhvilluan takime me Departamentin e Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si CITAP, FBI dhe DEA, në funksion të forcimit të bashkëpunimit në luftën kundër krimit të organizuar, ndërkombëtar dhe korrupsionit. Pas përfundimit të mandatit si presidente e Kosovës, presidenti Amerikan Donald Trump i ka dërguar një letër Vjosa Osmanit, ku mes të tjera ka vlerësuar bashkëpunimin në kuadër të Bordit Paqes. Trump shkrua në letër se vlerëson Osmanin si një mike të Shteteve të Bashkuara dhe thekson se pret me padurim vijimin e bashkëpunimit në vitet në vijim. Kemi arritur shumë së bashku në një periudhë të shkurtër kohore, veçanërisht të bashkëpunimin ton në kuadër të Bordit të Paqes. Pjesëmarrja e Kosovës në këtë nisëm të re premtuese do të luajë një rol të jashtëzakonshëm në përfundimin e konflikteve në mbar botën, duke promovuar njëkohësisht lirinë dhe mirëqenien për të dy popujt tanë. Po lini pas një trashëgimi të rëndësishme që do të formësoj të ardhmen e vendit tuaj, rajonit të Ballkanit dhe gjithë Europës. Ju kemi qenë gjithmonë një mike dhe partnere e besueshme me Shtetet e Bashkuara dhe mezi presë vazhdimin e bashkëpunimit tonë në vitet në vijim, shkruan në letër. Vjosa Osmani përfundoi mandatin si presidente e Kosovës në 4 prill, ndërsa nuk arriti të kandidonte për një mandat të dytë. Vendet e rajonit, përfshirë Shqipërinë, rrezikojnë të humbasin fondet e Bashkimit Evropian për shkak të mungesës së reformave të duhura. Komisionerja Europiane për zgjerimin Marta Kos u ka dërguar një letër 6 vendeve kandidate për BE-n, ku kërkon përshpejtimin e reformave në mënyrë që shuma prej 700 milion eurosh të mos digjet. Shqipëria rrezikon të humbas rreth 68 milion euro. Komisionerja Evropiane për zgjerim Marta Kos ka paralajmëruar me shkrim 6 vendet e Ballkanit Perëndimor se rrezikojnë që deri në mesin e këtij viti të humbasin kolektivisht mbi 700 milion euro nga plani i rritjes për shkak të mosbatimit të reformave, mëson Radio Europa e Lirë nga burimi në Komisionin Evropian. Sipas informacioneve jo zyrtare, Komisionerja Kos e ka dërguar këtë letër më 17 prill në të gjitha kryeqytetet e rajonit, ku ka kërkuar nga vendet e Ballkanit Perëndimor të përshpejtojnë reformat e parashikuara në planin e rritjes në mënyrë që të shfrytëzojnë plotësisht potencialin e kësaj pakoje financiare. Mjetet financiare nga plani i rritjes janë të kufizuara në kohë dhe për çdo hap reformues është parapar një afat përfundimtar për zbatim dhe është ndarë një shumë e caktuar parash. Komisioni Evropian ka parapar edhe të ashtuquajturën periudhë grace, e cila mundëson shtyrjen e zbatimit për një periudhë të caktuar kohore. Parapat që duhet të përmbusheshin në mesin e vitit 2025, afati përfundimtar skadon më 30 qershor të këtij viti, ndërsa parapat që duhet të realizoheshin në fund të vitit 2024, ky afat përfundon gjatë vitit 2026. Nëse nuk përmbushen, partnerët rrezikojnë të humbasin kolektivisht mbi 700 milion euro, konfirmoi një zyrtar i Komisionit Evropian. Pakoja e Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor për periudhën 2024-2027 është në vlerë 6 miliardë euro. Fundi i qershorit i këtij viti përbën momentin kur secili vend hyn në të ashtuquajturën moment të humbjes së përhershme, nëse nuk i përmbush reformat e dekërcuara më herët. Shqipëria rrezikon të humbas 67.7 milion euro, ndërsa Kosova 68.8 milion euro.
Pas zbardhjes së vendimit për ndryshimet në rregullore nga gjykata kushtetuese, tani Këshilli Rregullores dhe mandateve mund vazhdojë diskutimet për komisionet parlamentare. Do të lidhem tani me Ergys Gjençajin për më tepër sqarime. Të përshëndes Ergys, cilat janë informacionet? Nisida, përshëndetje. Si kundër e tha dhe ju, ditën e djeshme gjykata kushtetuese ka zbardhur dhe arsyetimet e vendimit marrë më 23 shkurt të këtij viti, pra rreth 2 muaj më parë, përsa i përket të rrëzimin që Gjykata Supreme e vendit i bëri ndryshimeve në rregulloren e kuvendit, ndryshimet e cilat u miratuan në seancën e dytë të kësaj legjislature që përkonte me mesin e shtatorit të vitit të kaluar. Në arsyetimin e saj, Gjykata Kushtetuese thotë se miratimi i ndryshimeve në rregulloren e kuvendit janë bërë në shkelje të procedurave parlamentare, mbledhjet janë zhvilluar jashtë standardeve, pra dhe duke mos lënë hapësirë dhe mundësi deputetëve, sidomos atyre të opozitës, të shprehin lirisht mendimet e tyre për sa i përket ndryshimeve në rregulloren e kuvendit, referuar gjithmonë atyre ndryshimeve në fillim të legjislaturës së kësaj legjislature. Tashmë, Kuvendi i Shqipërisë, konkretisht Këshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin, ka të gjitha mundësit për të vijuar diskutimin e ndryshimeve në rregulloren e kuvendit. Kujtojmë se rreth një javë më parë Këshilli për Rregulloren u mblodh në kryesinë e kuvendit dhe pati debate mes opozitës dhe majorancës, kryesisht kreu të kuvendit zoti Niko Peleshi. Deputetët e opozitës deklaruan se Këshilli nuk mund të mblidhet dhe nuk mund të vijojë mbledhjet e tij për sa i përket rishikimit të rregullores së kuvendit, pasi do duhet të pritej zbardhja e vendimit të 23 shkurtit nga Gjykata Kushtetuese, ndërkohë që Niko Peleshi, kreu i Parlamentit, theksoi se për sa i përket atyre propozimeve të ardhura nga majoranca mbi rishikimin, pra mbi risjelljen përsëri të numrit 11 të komisioneve të përhershme parlamentare, sigurisht që do të pritej zbardhja vendimit të Gjykatës Kushtetuese. E tashmë që vendimi i Gjykatës Kushtetuese është zbardhur, të gjithë deputetët kanë zbardhur vendimet bashkë me arsyetimin e kësaj vendimare të 23 shkurtit, Këshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin ka të gjithë hapësirën ligjore dhe kushtetuese për të vijuar diskutimet mbi rishikimin e rregullores së kuvendit. Një javë më parë u dëgjuan nga kreu i grupit parlamentar socialista Auland Balla vetëm disa prej propozimeve që ai ka depozituar në kryesinë e kuvendit në fillim të muajit mars. Balla propozoi që në rregulloren e kuvendit të bëjnë rishikime për sa i përket uljes së kohës së diskutimeve në seanca plenare nga 10 minuta që është aktualisht sankcionuar në rregulloren e kuvendit në 5 minuta, po ashtu një propozim tjetër kishte të bënte me futjen në procedurë të përshpejtuar të gjithë atyre nismave ligjore që shkojnë në interes të procesit të integrimit evropian të vendit. Një tjetër propozim i Ballës ishte edhe dhënia e më tepër, nëse mund ta themi, fuqi apo kompetencë komisionit të përhershëm parlamentar për bashkëpunimin dhe mbikëqyrjen institucionale. Ndërkohë që ka propozuar edhe vetë kreu i kuvendit disa amendamente për sa i përket rregullores së kuvendit, priten gjithashtu edhe propozime konkrete nga deputetët e Partisë Demokratike dhe deputetë të tjerë të opozitës për sa i përket dhe rishikimit të rregullores së kuvendit. Por gjithsesi, vendimi i djeshëm i Gjykatës Kushtetuese, zbardhja e vendimit nga ana e Gjykatës Kushtetuese i hap të gjithë rrugën kryesisë së kuvendit të Shqipërisë për të vijuar normalisht diskutimet për sa i përket ndryshimit të rregullores së kuvendit të Shqipërisë. Nisidam? Po, faleminderit Ergys. Faleminderit ju. Qëndrimet e shprehura së fundmi nga ish kryetaria e kuvendit Elisa Spiropali kanë nxjerrë në pa tensione në grupin parlamentar të Partisë Socialiste. Kreu i grupit Auland Balla tha sot se debatet e brendshme janë normale dhe pjesë e funksionimit demokratik të partisë. Megjithatë, ai ka lënë të kuptohet se vlerësimi i performancës së deputetëve do të bëhet në fund të sesionit parlamentar. Deklaratat e zotit Balla i përkasin ditës djeshme.
Kritikat e forta të pak ditëve më parë nga ish-kryeparlamentarja dhe ish-ministre e jashtme Elisa Spiropali, sot deputet e Partisë Socialiste, nuk kanë qenë pjesë e agjendës së mbledhjes së grupit parlamentar socialist zhvilluar këtë fillim jave. Kreu i grupit Taulent Balla tha se nuk ka pasur as pak kurreshtje për çfarë thuhet dhe shkruhet në rrjetet sociale. Është normale që deputet të grupit parlamentar të Partisë Socialiste në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste të kenë propozime, të kenë kritika dhe ky është demokracia brenda grupit parlamentar dhe brenda Partisë Socialiste. Këto pastaj në korridore, në rrjetet sociale nuk i ndjekun. Megjithatë, rasti Spiropali pritet mos mbetet në heshtje nga lidershipi socialist. Llogari do të jepen në fund korrikut, kur mbyllet sesioni parlamentar, tha Balla. Ne kemi një rregull që në çdo fund sesioni bëjmë një analizë të performancës së punës së çdo deputeti. Kryesia e grupit parlamentar i paraqet grupit parlamentar një raport për performancën e çdo deputeti të Partisë Socialiste. Është rregull, un kam 21 vjet të grup parlamentar, atëherë bëhet një vlerësim i performancës së cilit, ku padyshim pastaj kërkohet përmirësimi i punës apo çështje të tjera. Një vit para zgjedhjeve të ardhshme lokale, socialistët kanë zbritur në terren, aksion që Balla e cilësoi shumë të rëndësishëm. Ky proces rienergjizimi i partisë ndërlidhet me fazën tjetër. Faza tjetër janë zgjedhjet vendore. Partia Socialiste e Shqipërisë konkuron për të fituar në të 61 bashkitë e vendit. Balla pohoi se amnistia penale e paralajmëruar do të diskutohet në një moment të dytë, pasi nevojitet më shumë kohë për diskutime. Ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani tha në News 24 se një padi në gjykatën e Tiranës në lidhje me zgjedhjen e kryetarit të ri të Partisë Demokratike do ta fuste sërish në ngërç këtë parti. Ai tha se Shqipëria ka nevojë për një Peter Magyar si në Hungari. Nga pikpamja ligjore, një padi e thjesht në gjykatën e Tiranës se fut Partinë Demokratike përsëri në një ngërç tjetër. Personalisht nuk dua që t'i jap një avantazh tjetër e Tiranës duke e lënë Partinë Demokratike prapë dyerve të gjykatës, po që kjo zgjidhet nga pikpamja ligjore, patjetër që zgjidhet. Ju, zoti Saliani, ju e ndjeni veten Peter Magyar brenda Partisë Demokratike. Do se keni 4 muaj e ai kishte 4 apo 5 vite. Ju e ndjeni, jeni në hapat e parë. Që Shqipëri do të ndodh fenomeni i Peter Magyar. A do t'ja dalë do t'unda marrë mbështetjen, nuk mund të kem delirin të temja mund. Shqipëria e ka të domosdoshme një rinovim të klasës politike. Që vjen dhe me qenë se Rafjala ndodhi pikërisht kështu. Ky zotëria i tha të gjithë elementet për figurat e dobësuara të opozitës për shkak se nuk kanë autoritet moral, nuk ka autoritet moral, se po që se i kërkon Ramës zbatimin e ligjit dhe nuk zbaton statutin, po tani ne duhet i themi gjërat çu janë, po pse është i vetmi lider politik ka 36 vite, zoti Berisha tani. Protesta si instrument i luftës politike, apo si reagim ndaj korrupsionit, padrejtësisë, kriminalizimit të shtetit, skandaleve të jashtëzakonshme të ish zëvendëskryeministres apo skandalit të Akshit që nuk ka marrë vëmendjen e dur edhe për shkak të një opozite selektive, do kemi kohë ta diskutojmë, është domosdoshme. Pritshmëritë e ngritura nga leadershipi i Partisë Demokratike, nga drejtuesit e Partisë Demokratike, nga zoti Berisha si kryetari i Partisë Demokratike, janë të tilla që e ulin vlerën. Pra, qoftë pritshmëritë që ngrihen nga gjua përpara protestës që këtë javë Edi Rama nuk do të jetë më është kilometre fundit e kështu me radhë, dhe po ashtu edhe po themi gjua e përdorur më pas është një gjuhë politike jo vetëm e tejkaluar, por që dëmton në besueshmëri e opozitën. Do të shkojmë tani në një hapësirë publicitare. Rikthehemi drejt për drejt, Partia Demokratike ka kallëzuar në SPAK ministrin e Brendshëm Besford Lamallari si dhe drejtues të policisë së shtetit duke i akuzuar ata për dhunë të pajustifikuar në protestën e së premte. Sa kaq, gjykata e Tiranës ka lënë në burg për herë të parë 5 prej protestuesve të opozitës pas 7 protestave kombëtare.
Pas protestës së datës 17 prill ku u lënduan disa persona dhe deputet të Partisë Demokratike, ndërsa të tjerë pjesëmarrës u arrestuan, Partia Demokratike kallëzon në SPAK ministrin e Brendshëm Besfort Lamallari, si dhe drejtues të Policisë së Shtetit për 11 akuza. Sipas demokratëve, veprimet e Policisë së Shtetit ishin në disproporcion me sjelljen e protestuesve. Në kallëzim, Partia Demokratike ngre akuza për goditje për shkak të detyrës, pengimi me dhuni veprimtarisë së partisë politike, shkelja e rregullave mbi lëndët helmuese, shpërdorimi i detyrës e të tjerë. Kallëzimi i firmosur nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka argumenton se veprimet e Policisë së Shtetit ishin dhunë e pastër dhe as pak menaxhimi i situatës. Si pasojë e veprimeve të policisë, thot Partia Demokratike, deputete e protestues u dërguan në spital për të marrë ndihmën e parë për shkak të sprajt lotësiellës të hedhur ndaj tyre. Protesta e ditës premte tregoi që policia e shtetit, kupolin e saj vetëm se ka ndruar dorë nga Gys Agasi, që kontrollonte gjithë emrimet dhe së bashku me të dhe drejtorin e përgjithshëm të policisë shtetit. Prodën, policia kaloi në duart e Oltion Bistrit, i cili u emrua nga Edi Rama si koordinator me krimin dhe me policin. Ushtari i Oltion Bistrit është Skënder Hitaj. Ndërkohë, gjykata e Tiranës ka lënë në burg 5 nga të arrestuarit për protestën, ndërkohë që për 6 të tjerë është caktuar masa e sigurisë detyrim paraqitje. Kjo është hera e parë që gjykata lë në burg protestuesit në 7 protestat kombëtare të opozitës. Protestuesit akuzohen për goditje për shkak të detyrës, prishja e qetësisë publike, shkatërimi i pronës me zjarr, kundërshtimi i punonjësit të rendit dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje e mjeteve të rrezikshme. Ne jemi këtu për denoncuar edhe gjyqtarin, i cili pa provë, pa fakt, pa asnjë të dhënë konkrete, qytetarë dhe protestues të thjeshtë, madje mes tyre dhe di invalid, i konsideron grup dhe i konsideron si persona përgjegjës për dhunë. Ndërkohë që u pa qartësisht që aty dhunën e ushtroi policia e shtetit. Më herët, avokatët mbrojtës të protestuesve kërkuan përjashtimin e gjyqtarit Enkel Peza me argumentin se ai dhe familjarët të tij janë të lidhur me struktura të Partisë Socialiste. Kompania telefonike One Albania dyshohet se ka penguar hetimet për mashtrimet me call center. Mësohet se One Albania nuk ka vënë në dispozicion të dhënat e kërkuara, ndryshe nga operatorë të tjerë që kanë bashkëpunuar me informacione për klientët. Ndërkohë, operacioni Ghost Call vijon me goditje të forta, sekuestrime dhe arrestime në Tiranë. Kompania One Albania dyshohet se nuk ka bashkëpunuar plotësisht me autoritetet ligjzbatuese gjatë hetimeve për mashtrimet me call center. Sipas dokumenteve të gjykatës së Tiranës që disponon News 24, autoritetet shqiptare i kanë dërguar disa kërkesa zyrtare kompanisë për të identifikuar përdorësit e adresave IP që dyshohej se përdoreshin për aktivitet të paligjshëm. One Albania nuk ka vënë në dispozicion të dhënat e kërkuara, ndryshe nga operatorë të tjerë që kanë bashkëpunuar me informacione për klientët. Në dokumentet e gjykatës theksohet se mungesa e këtij informacioni ka krijuar vështirësi konkrete në avancimin e hetimeve, duke detyruar autoritetet të kërkojnë ndihmë nga partnerët ndërkombëtar. Madje, policia i ka kujtuar kompanisë edhe përgjegjësinë penale në rast të mos bashkëpunimit apo vënesave në dhënien e informacionit. Në një përgjigje zyrtare të datës 19 dhjetor 2024, kompania ka argumentuar se adresat IP në fjalë janë publike dhe se nuk ka mundësi teknike për të identifikuar përdoruesit konkret pa të dhëna shtesë, si IP-t fundore. Pavarësisht këtij qëndrimi, autoritetet kanë vijuar të kërkojnë informacion shtesë dhe kanë theksuar rëndësinë e bashkëpunimit për hetimin. Ndërkohë, në terren, policia e shtetit ka vijuar aksionin duke sekuestruar rreth 200 kompjutera të tjerë në ambiente të dyshuara si call center në Tiranë. Operacioni Ghost Call i zhvilluar pas një hetimi 2 vjetor
vjeçar në bashkëpunim me autoritetet austriake dhe me mbështetjen e Europol ka çuar në zbulimin e 12 ambienteve të përfshira në këtë veprimtari. Deri më tani janë arrestuar 10 persona, ndërsa disa të tjerë janë shpallur në kërkim. Gjithashtu janë sekuestruar mbi 891.000 euro, qindra pajisje elektronike dhe prova të tjera që dyshohet se lidhen me skemën e mashtrimit. Hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht këtë rrjet dhe për të përcaktuar përgjegjësitë e të gjitha aktorëve të përfshirë. Në një kavanos të kompanisë HIP me ushqim për fëmijë është gjetur helm për minj duke bërë që rrjeti i supermarketeve në Austri të tërheq produktin nga tregu. Bëhet fjalë për një kavanos me karota dhe patate të bluara për bebe e cila shitet edhe në tregun shqiptar. Një rast shqetësues ka ngritur alarmin në disa vendet e Europës duke tronditur besimin ndaj produkteve të destinuara për më të vegjëlit. Autoritetet austriake kanë zbuluar praninë e një substance toksike e identifikuar si helm për minj në një kavanoz ushqimi për foshnje të markës HIP, konkretisht për një produkt 190 gramsh me pure karrote dhe patate. Ngjarja nuk mbetet e izoluar. Testime të ngjashme në Republikën Çeke dhe Slovaki kanë dhënë sinjale paraprake për të njëjtin rrezik, duke kthyer incidente në një çështje jo më të izoluar që kërkon reagim të menjëhershëm. Sipas sigurie, mbi 1500 supermarkete kanë tërhequr produktet nga qarkullimi. Kompania prodhuese HIP ka konfirmuar praninë e helmit dhe nuk përjashton mundësinë e një akti të qëllimshëm kriminal. Kompania thotë se incidenti mund të jetë rezultati ndërhyrjes së jashtme dhe sipas paraprake, të gjitha produktet janë tërhequr nga raftet. Ndërkohë policia u bën thirrje konsumatorëve të tregojnë kujdes të shtuar, duke paralajmëruar për shenja të dyshimta si kapak të dëmtuar, etiketa të pazakonta apo erë të çuditshme. Në një treg ku siguria e ushqimit për foshnjë konsiderohet e panegociueshme, ky incident rikthen në vëmendje sa e brish mund të jetë zinxhiri i besimit nga prodhuesi te konsumatori. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka sekuestruar 18.3 kg krem lajthie të importuar nga kompania Lengo Group me qëllim asgjësimin e saj pasi sistemi evropian RASF lëshoi alarmin sepse përbën rrezik serioz për shëndetin. Sipas njoftimit të sistemit evropian, kremi lajthis Nudosi është i kontaminuar me salmonela. Një tjetër rast shqetësues për sigurinë ushqimore është sinjalizuar nga sistemi evropian RASF në lidhje me kremin e lajthis me kakao, që rezulton i kontaminuar me salmonella SPP, i importuar nga Gjermania. Sipas alarmit të lëshuar nga sistemi RASF, ky produkt përbën rrezik serioz për shëndetin e njeriut. Konkretisht bëhet fjalë për produktin Nudosi Hazelnus Nougat kreme 300 gram, i importuar në Shqipëri nga kompania Lengo Group. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka kryer verifikimet përkatëse në subjektin importues Lengo Group, ku është konstatuar sasia e importuar e këtij produkti, në total 18.3 kg me destinacion asgjësimin e tij. Nga verifikimet e kryera, rezulton se sasia e shitur te konsumatori fundor është 8.7 kg, për të cilën subjekti ka kryer njoftim në ambientin tregues. Autoriteti kombëtar i ushqimit i bën thirrje konsumatorëve që nëse e kanë në gjendje këtë produkt, ta kthejnë në pikat e tregtimit ku e kanë bler. Një restorant në parkun kombëtar të Qafë Shtamës është përfshirë nga flakët mëngjesin e kësaj të martë duke shkrumbuar në një pjesë të mirë të sipërfaqes së tij. Zjarri është përhapur me shpejtësi në të gjithë godinën, ndikuar nga era e fortë dhe materiali prej druri me të cilin ishte ndërtuar tavani dhe një pjesë e strukturës së lokalit dhe pavarësisht ndërhyrjes së zjarrfikësve, restoranti u shkrumbua. Ky biznes i ndodhur fare pranë burimit Nëna Mbretëresh është në pronësi të shtetasit të Bukurosh Balliu dhe fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar. Paraprakisht dyshohet se shkak për zjarrin mund të jetë bërë një shkëndijë elektrike apo shkarkesë rrufeje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump përsëriti besimin e tij se Irani do të negociojë duke paralajmëruar se përndryshe do të përballet me probleme të cilat nuk i ka parë kurrë ndonjëherë. Trump deklaroi se çdo marrëveshje duhet ta pengojë Teheranin të pajiset me armë bërthamore. Bisedimet pritet nisin në Pakistan, ndërsa të mërkurën mbaron afati i armëpushimit SBA Izrael-Iran.
Presidenti Amerikan Donald Trump përsëriti besimin e tij se Irani do të negociojë, duke paralajmëruar se përndryshe do të përballet me probleme, të cilat nuk i ka parë kurrë ndonjëherë. Në një intervistë me një program radiofonik konservator, Trump deklaroi se çdo marrëveshje duhet të pengojë Teheranin të pajiset me armë bërthamore. Shpresoi që ata të arrijnë një marrëveshje të drejtë dhe të rindërtojnë vendin e tyre, por ata nuk do të kenë një armë bërthamore, as ndonjë mundësi për të pasur një të tillë. Ne nuk mund ta lejojmë këtë, theksoi presidenti i Shteteve të Bashkuara. Trump argumentoi gjithashtu se veprimi ushtarak i SBA-s kundër Iranit ishte i pashmangshëm. Ne nuk kishim zgjidhje tjetër, duhej ta bënim, tha presidenti. Raundi i dytë i bisedimeve midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara do të mbahet sipas planit, i tha një burim pakistanez medias arabe Al Arabia, duke shpjeguar se delegacionet nga të dy vendet kanë bëritur tashmë në Islamabad. Për momentin nuk kemi informacion mbi një zgjatje të mundshme të armëpushimit, shtoi njëjti burim. Sipas CNN, takimi midis delegacioneve amerikane dhe iraniane do të zhvillohet në kryeqytetin pakistanez, në prani të zëvendës presidentit të SBA-s, J.D. Vance dhe kreu të parlamentit iranian, Muhammad Ghalibaf. Irani kishte deklaruar më parë se nuk ishte marrë asnjë vendim në lidhje me pjesëmarrjen e tij në raundin e ri të negociatave. Takimi i parë midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara u mbajt në Islamabad më 11 prill, por nuk u arrit asnjë marrëveshje. Ky është edicion informativ i orës 11 në News 24. Për më gjërë juftojmë të klikoni në balkanu.com për lajmin më të fundit. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe përmes live streamit si në kanalin ton zyrtar në YouTube News 24 Albania. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj.